Si e ke emrin plot të ban? Mariam Miron. 6 vite ka që është verbuar, i pas 3 i lënë në fshirë të fatit, asnjëri s'e ndihmon. Duke u kthyer për në shtëpi, gjej këtë personin këtu në rrugë. Edhe vi e pyes, "A ke ngrënë buka ajo?" "Jo", tha. I thash, "Më prit të shoh çka kam në shtëpi, t'jap për të ngrënë." Ky i ri quhet Miguel, është 18 vjeçar dhe jeton në Pojan, një nga fshatrat më të mëdhenj të Shqipërisë, rreth 160 kilometra larg Tiranës. Ndërkohë që i moshuari për të cilin po flet dhe që më përpara e ka regjistruar në celular, është Bajrami, një ndacak 69 vjeçar i verbër, ndaj të cilit jeta nuk është treguar as pak bujare. Gjithashtu, atë natë e regjistrimit të videos, prezent ishte edhe vëllai i të riut, Klevisi. Më erdhi gjyna dhe futa brenda, thash të bëj diçka për të nëse ka mundësi ta ndihmojnë, është edhe i vetëm, nuk e suporton asnjëri fare. Ti e njeh, kishe parë ndonjëherë tjetër nëpër fshat apo jo? Po pe fshat thjesht po kisha kohë pa e parë këtu për ta. Në të vërtet, Bajrami është një personazh që njihet në Pojan. Ai prej kohësh bën këtë jetë të ndacakut, i keq veshur dhe i keq ushqyer. Prej sa ditësh po qëndron në shtëpinë tuaj? 3 ditë bëri sot. Dhe në këto 3 ditë, pamja e të moshuarit është krejt e ndryshme nga sa e kishim parë në video. Flokët të prerë, mjekra e hequr dhe dukshëm më i pastër nga momenti kur e kanë gjetur 2 djemt. Atë darkë që e nxorra në TikTok live. Panë situatën e tia, ishte 6 vjet pa la, edhe një zonjë aty që punonte me shtëpia pleqësh, e pa, edhe më tha, do vi unë nesër, ta laj, ta shplaj, ti sjell dhe rroba të reja. Thënë ajo, zonja erdhi privatisht, jo se punonte në një institucion publik. Po erdhi privatisht, unë do ta laj, tha, si baban tem, se më kputet shpirti kur e shoh. Kjo zonjë, të cilën ende sot nuk e njohim, ka bërë një akt njerëzor që jo të gjithë janë të gatshëm ta bëjnë. Falas dhe për më tepër në anonimat. Një akt solidariteti që e bëri atë bashkë me 2 vëllezërit për të ndihmuar dhe për të mos e lënë më vetëm një njeri që ishte harruar nga e gjithë bota. Ke qenë rehat këto 3 ditë këtu? Shumë i faleminderit. Dash për bukë, dash për gjell, dash për cigare, dash për çdo gjë. Ta çunat këtu Klevisi me Miguelin të gjetën në rrugë apo jo? Miguel aty në mbetë, pap. Po pse çfarë të ndodhi atë ditë? Po lodha më mbetë ka kemë të, barova. Të kishte atë me atë jashtë kishte ngortur. Por kjo gjë fatmirësisht nuk ndodhi, ndërkohë që ne pak nga pak nisëm të hymë në bisedë me 69 vjeçarin, i cili me sa duket nga vite të kaluara në vetmi. Përgjigjet i ka të shkurtra e të prera. A ke familje, ke fëmijë? Ja, s'kam fëmijë. Ke motra vëllezër? Po. Ku i ke? Po janë. Po flet me ata? Jo. Pse çfarë ka ndodhur që nuk flet? Ata veç, marrë veç shtëpi veç. Bajrami ka humbur vetë kontaktet me të afërmit, më shumë për një zgjedhje personale, sesa për shkak të konflikteve apo përplasjeve në familje. Po përpara në rini, çka ke bërë ti? Çoban ka vajtur. Puna si çoban të pëlqente? Mirë keq ajo ishte. Po sa vite ke punuar aty?